Po lutem shumë që Allah të merr hakun tim një njeriu, a kam gjuna. Nëse të ka bo zullum, nuk ke gjuna. Jo vetëm që du të më lutë Allah me marr hakun tanë, po lejohet edhe me shku me e denoncu, me padit që me marr hakun tanë. Varet çfarë hakun, normal, gjithmonë. Kjo është e para. Pastaj pikë tjetër, gjithmonë du të më rujt njerëzve mos më u bë zullum, sepse Allahu xhaleshanu i pranon duat e atij personi që të tjerët i kanë bë zullum. Ty nëse të ka bë zullum, bën dua. Por edhe lipe hakun edhe nëse mund përmes ligjeve, përmes rregulloreve, përmes personave që janë adekuate dhe përgjegjës për të kthy hakun tanë. Nëse është hak që s'u ta kthejnë njerëzit, atëherë bën dua edhe mos ja fal. Nëse është diçka që bën më u fal, po mujtë me fal, alhamdulillah. Nama lipet përparësi falit. Por nëse është diçka që s'don me fal, ki drejt mos me fal. Ki drejt mos me fal. Qysh me bën dua? Mos thuj o Zot, theja qafun o Zot. Thuj o Zot, çështjen time po ta lë ty në dorë. Ti merru me filanin. Le Allahu të zgjidhë. Edhe mos çaj kokën më për ta. Sepse kush ja lën Zotit çështjen e tij në dorë, kur nuk është gënjehet. Allahu të rujtë.